Përshëndetje për të gjithë. Po vazhdojmë me emisionin e 4 në podcastin Nga Zero. Sot kemi një musafir të veçantë, një zonjë e cila ka kaluar një rrugtim të jashtëzakonshëm për të qenë sot ku është. E kemi të ftuar avokatën Nadire Hoxha. Mirë se vjen avokate. Faleminderit Meriton, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Jam e nderuar që jam në emisionin e juaj. Ju çmoj shumë për këtë iniciativë, për këtë emision, kështu që do të jemi bashkë në këtë bashkëbisedim. Faleminderit shumë. Për fillim kisha fillu rrëfimin me sfidat e para, të pas parasysh kohën në të cilën ke filluar studimet. Pse ke zgjedh ta studiosh juridikun, drejtësinë në një kohë kur ka qenë pothuajse e pamundur drejtësia për popullin tonë? Fillimisht, unë kisha dashur mu prezantu që unë jam avokate Nadire Hoxha në Suarek. Përndryshe shkollën fillore dhe të mesme e kam kry në Suarek, fakultetin në Universitetin e Prishtinës, e kam përgjatë fakultetin juridik, kështu që është një prej drejtimeve që më ka pëlqyer qysh prej fëmijërisë. Tu nis për padrejsive që ju kanë bë familjes teme, familje tjera, kështu që më ka lindë si motiv që unë të merrem me këtë drejtim, me kusht që më ardh deri te një e drejtë e cila ju takon njerëzve tonë, shoqërisë tonë, që gjithmonë të mendu që kam implementu këtë projekt dhe kjo ka qenë arsyeja që unë kam fillu me fakultetin juridik. E qartë. Në kohën kur veç keni fillu, ka qenë një kohë e vështirë, e dim gjithë. Si ka qenë fillimet e studimeve në kohën kur ke fillu me studiu juridikun? Fillimisht, në vitin 85 kam filluar fakultetin juridik, diku në vitet 90 kam përfunduar fakultetin juridik. Ka qenë një kohë shumë e vështirë në atë kohë, ka qenë kohë e demonstratave, protestave, grevave të studentave. Mirë po, qëllimi im ka qenë me arrit që me përfundu fakultetin dhe asnjëherë nuk më ka duk vështirë me arrit aty ku kam dëshiru të arrit qysh prej familjes. Në këtë kohë, edhe unë si vajzë, si femër jam paragjyku, për arsye se kam lindur në fshatin Mushtesht, familjet e tona nuk kanë pas dëshirë mi shkollu femrat, unë jam ka njëra gati prej femrave të para aty në familjen tonë që veç kam fillu me shku në studime, ka pas paragjykime të ndryshme, mirë po qëllimi jam ka qenë që unë ta përfundoj fakultetin, pavarësisht sfidave të cilat më kanë përcjell gati gjatë krejt studimeve dhe gjatë krejt jetës. E qartë, në atë kohë ishte koha edhe e paragjykimeve, cila fatkeqësisht në për plot zona ekziston edhe sot. Kush ka qenë motivuesi ose shty si kryesor për me vazhdu rrugtimin dhe me studiu juridikun? Prindi im, ai ka qenë vazhdimisht kamguls që unë të jam një studente, mirë po për fat keq ai qysh në vitin e 4, unë e kam përzgjedh shkollën e mesme juridike këtu. Vitin e 4 ka ndru jetë, edhe unë e kom vazhdu dëshirën atina që me çu në përfundim këtë fakultet. Domethënë prindi ka qenë ai që më kanë nxit edhe ngjarjet që kanë ndodhur vazhdimisht në shoqërinë tonë. Okej. Cilat ishin sfidat kryesore në kohën kur keni fillu studimet, të e pas parasysh që e potencuat edhe kohën e demonstratave dhe koha ka qenë jashtëzakonisht e vështirë edhe lëvizja e lirë. Cilat kanë qenë ato sfidat me të cilat je ballafaqu një vajzë prej Suarekës në studime në Prishtinë? Ka pas shumë. Nuk mund t'i numëroj privilegjet, se s'ka pas hiç, sfida ka pas vazhdimisht, mirë po mu nuk më ka nalë. Tregova edhe më herët, ka pas protesta, ka pas greva që kemi nejt në sallat herë, me kusht që me arrit shkaku që ju e dini edhe ju që ngjarjet në Kosovë që kanë qenë, duke timi rreth autonomia e Kosovës, na kemi qenë kamguls aty, në greva, në protesta, mirë po edhe fakultetit asnjëherë nuk e kemi nda. Ka pas raste, kemi nejt në greva ta natën, ta ditën edhe kemi vazhdu me shku në fakultet e me vazhdu me provimet që i kemi pasur. Okej. Asnjëherë nuk kemi ndalë, asnjëherë. Mirë. Te pjesa e studimeve, përmend që ka qenë një kohë e vështirë, cilën e dim gjithë, por si ka qenë pjesa kur veç e keni përfunduar fakultetin, duke e ditë edhe gjendën cilën e kanë, a ke pas mundësi me fillu ndonjë praktik diku nëse ndonjë punë, nëse si ka qenë kjo periudhë pak? Është një periudhë që meriton po vjen shumë keq për shumë rapa jam kthy, kur nisi me mendu atë periudhë, mua dhe sot frigona nga ajo e kalume që ka qenë. Në vitin
1990 unë kom diplomu edhe kom 95 kom fillu, në 2000 kom diplomu. Kom kërku më falë se pak datat, 2000 kom kërku praktik me banë për do institucionet në komunën e Suarekës. Hera parë që kom konkuru ka qenë në fabrikën e Ballkanit. Është shumë e rëndësishme përmend se unë kom konkuru, më ka pranu kërkesa që me fillu praktikën se kam qenë edhe bursiste e Ballkanit. Po për fat keq, unë të mërkurën kom pas me fillu praktikën në Ballkan me bo, të mërkurën kanë fillu masat e dhënshme në fabrikën e Ballkanit edhe në për të gjitha institucionet tjera në komunën e Suarekës. Kjo ka qenë për mu sfidë, më ka kthy në pikën 0, do më thonë se absolutisht në asnjë institucion nuk kom pas më mundësi me konkuru për punë, me fillu me punë, për arsye se masat e përkohshme ka qenë një parim që nëse dënë t'i përshtatësh sisteme të serbëve që veç i vendosen masat e përkohshme, ke mujt me punu dhe gjyqtar dhe prokuror dhe gjithçka pavarësisht edhe a ki pas provimin e krim, mirë po në momentin kur kanë fillu masat e dhënshme edhe unë e kom ndërprej punësimin edhe kom fillu si një femën anvise. E si ishte kjo periudhë, po besoj që nuk ka qenë e lehtë fare për ti të pas parasysh që ke qenë e kualifikume edhe. Studente kam qenë qysh prej shkollës fillore të mesme, studime nuk është për me ba lavë për vetin, mirë po kam qenë një ndër studentet e dallume dhe me ardhur një periudhë e kohës që nuk mundesh mu kyç në asnjë vend punës, po ku me implementu ata që për shkak kom studiu, për shkak kom pas gjithat qëllim, gjithat sakrificë, edhe më në fund kom ngel pa punë. Për 10 vite radhazi, kom nejt anvisë në shtëpi, kam lind fëmijët, gjithashtu edhe bashkëshortin e kom pas me kualifikim njëjtë, edhe ai njëjtë me mu, edhe dytë kemi ngel pa punë për 10 vjet. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë për neve si familje. Që po e përmend, po besoj që ka pas edhe vështirësi edhe ekonomike edhe gjitha të pas parasysh edhe kohën, e cili ka qenë motivi që ju ka mbajt, dhe më thonë, një grua të kualifikume me mu kthy në një pikë 0, cila ka qenë ajo forca që një ditë ke mendu që do t'i rikthehesh punës e profesionit edhe gjithave. Drejt për ju të regaj, fillimisht në momentet kur kanë fillu masat e dhënshme në Kosovë, gati nuk kom mendu hiq që do t'i vjen momenti që unë do t'a implementoj punën teme, fakultetin që e kam kry, do të filloj me punë, do të vi dejte qëllimi im, mirë po unë asnjëherë nuk jam dalë. Për arsye se gjatë kësaj periudhe kemi vazhdu me punë të shtëpisë, bashkëshorti disa herë ka dalë jashtë shtetit sa për me i majtë fëmijët, kështu që kemi gjetë zgjidhje alternative po shumë të vështira. Shumë të vështira për njerëz që kanë një kualifikim superior, të i përshtaten atij ambientin çfarë dhe kemi pas qëndru për 10 vite plota. E qartë, ka qenë jashtëzakonisht një dekadë e trisht për gjithë popullin, edhe shpresojmë që mos kthehet asnjëherë më. Po kalojmë pak te një periudhë tjetër, te periudha e pas luftës. Si ishte periudha e pas luftës për një femën e cila 10 vjet nuk e kishte ushtruar profesionin e vet, a ke pas vështirësi që të fillosh përsëri, atu ka duk që po fillon çdo gjë nga zero, apo si e ki përjetu këtë periudhë? Kom pas vështirësi shumë të mëdha. Kom pas vështirësi ekonomike, financiare, gjitha vështirësit i kemi pasur. Mirë po, diku në vitin 2000, kur dhe ju kanë kthy institucioneve tona shqiptare, aty kom konkuru në komunë me u punësu, më kanë mirë prit, me atë arsyetimin që nuk kemi punu me masa të dhënshme, si qytetar të vujtën, si qytetar që kemi sakrifiku gjithçka për me ardhur te një vend i punës, mas 10 vite, mi kanë ofru 2 mundësi, njërën të filloj me punu në komunën e Suarekës, a njërën e pylltari. Ekonomia pyjore, për ndryshe. Dhe më thonë kjo ka qenë puna e parë, që e ki fillu pas... Po pas luftë, do të thonë që kanë fillu institucionet e Kosovës. Në ekonominë e pyjeve. Po, në ekonominë e pyjeve. Qysh ka qenë organizimi aty, cili ka qenë roli ytë pas parasysh që jemi ty prej luftës? Në ekonominë e pyjeve, si juriste, jam mirë prit jashtëzakonisht për kolektivit. Për arsye se prindi jam ka punuar më herët në ekonominë e pyjeve dhe ata i kom pas gjithë kolegë të prindit dhe prindi im ka ndru jetë në vendin e punës. Kështu që kam kalu jashtëzakonisht mirë, po unë personalisht kom pas vështirësi mjaft shumë. 10 vjet pushim,
10 vjet pa përvojë, 10 vjet me një ambient krejt tjetër, më ju kthy një ambientit punës. Më kujtohet një moment kur njëri prej punëtorëve mas luftës ma bjen librezën e punës. Okej. Edhe unë po s'ka problem se me atë arsjetimin që e kom zonur në një vend punës, ishe në juriste me një ekonomi pyjore, e kom marrë librezën edhe pikqyri dhe nuk po di ku me lexu, ku është kryesorja, ku mi mat ato vitet përvojës punës, çka me bëu tash. Se dallon shumë praktika prej anës Realizimit një funksionit. Edhe prej anës profesionale që e kryen një fakultet, domethënë shumë dallon mas tani a ki praktika apo s'ke praktik në drejtim. Mirë po i kom pas do kolega, aty moj edhe me përmen Vjolca ka qenë, Raba, mirë po Vjolca ka qenë profesionaliste në fakultet ekonomik, më kanë ndihmu jashtëzakonisht shumë, jam gjindë, kom punu prapë në shtëpi, jam marrë me çato dokumenta, kështu që për me dalë një juriste e suksesshme edhe në ekonominë e pyjeve. Qartë. E cila ka qenë përvoja që e ke marrë në institucionin e ekonomisë pyjeve, si juriste mandej që tu ka shërby edhe për punën të ardhmen që e ke implementuar? Mu më ka ndihmu shumë, se fillimisht kom fillu me një ndërmarrje që është pak ma e vogël. Aty kom pas me përfaqësu ndërmarrjen e pyjeve në për gjykata, në për prokurori, për këto vjedhjet e pyllit, e kom bërë një përvojë jashtëzakonisht të madhe aty. Edhe mu ka tamam qysh kom pas dëshirë me arrit ka dale e me shku në për institucione ku kërkohet përgjegjësia edhe ma e madhe masanina. Pas ke pas fat pak një ngritje graduale edhe një rikthim profesion. Mirë shumë. Po, edhe jam profesionalizu aq mirë sa që jam ndjatana shumë e kënaqur edhe në profesione tjera që kom arrit, se ka qenë një përvojë shumë e mirë. Mirë. Pastaj, pas kësaj periudhe cila ka qenë angazhimet? Fat keq, mas një kohë, ekonomitë pyjore u transferu në Agjencionet Pyjore të Kosovës, për arsye se me ligj është rregullu çështja e organizimit, edhe që mos të ketë ekonomi pyjore në për çdo komunë, mirë po të organizohen në drejtëri regionale. Agjencioni Pyjor i Kosovës, në vend se me qenë 5 jurista, në 5 komuna, Suarik, Rahovec, Dragash, Malishev, Prizren, erdhi momenti me përzgjadh një jurist, një ekonomist edhe një drejtar. Kështu që na një kohë të gjatë, si ekonomi pyjore, bashkë me kolegët e mi, e refuzum këtë organizim, duke mendu që do ta ndikojmë në ndryshimin e ligjit edhe do të funksionojmë ashtu që kemi funksionuar edhe ma heret, mirë po e pa mundur kështu që mas një 3-4 vite na e refuzum atë organizim, dikur u obligova me konkurru në Agjencionin Pyjor të Kosovës. A ka pas dallim të madh mes punës që e ke realizu në Suarek edhe të pjesa e përfaqësimit regional? Po ka pas, në Suarek kum pas me përfaqësu vetëm Suarekën. Domet e pyjeve në komunën e Suarekës, uzurpimet e pronave në komunën e Suarekës, ndërka që pa, kur është bërë i organizimin në Agjencion Pyjeve, kum pas 5 komuna. Mos dash me shku në Suarek, në Rahovec, Malishev, Dragash, Prizren, me qëllim të përfaqësimit të Agjencionit Pyjor për domet që jenë shkaktu. Mirë po ekonomia pyjore ka qenë një rrugë për me mri që unë mos me pas pengesa gjatë punës teme as në Agjencion Pyjor të Kosovës. Okej. E ke pas edhe një periudhë caktuar pak në politikë qenë edhe përfaqësuese e grave, cili ka qenë zoni yt për mbrojtjen e të drejtave të gruas, fillimisht në komunën tonë mandej edhe më larg. Ke pas mundësi me fillu ndonjë iniciativë? Është shumë interesant mentor se në momentin kur unë kam fillu në punë, kanë fillu edhe partitë politike, pluralizëm politik me pas në Kosovë. Edhe ligji ishte obligativ me pas. Pluralizëm politik. Edhe ishke problemit e femrat e shkollume, se na obligoj ligji që me pas çdo tretin kandidat femër, se cili subjekt politik. Edhe mu kanë ofru që mu duke, gati thuja se edhe pa tjetër mu kyç, se nuk isha shumë e përgatitur për mu kyç në politik në atë kohë, se ishna në atë fazën që mu duke një ndrim shumë i madh për një gjendjes një anvise, me një gjendje me ndryshim drastik i angazhimit edhe i rutinës. I rutinës, në profesionalizmin tem, kështu që po më është dash për hir të shoqërisë, që unë mu kyç, dhe jam kyç në Alancën për Ardhmërinë e Kosovës, dega në Suarek, e kemi themelu në Suarek, edhe pse ka pas një numër të vogël të antarëve, po unë jam kanë treta, do më thonë gjithmonë kandidate prej gjinisë femrore, e kam udhëheq edhe forumin e grus, kam qenë në struktura nalt
të Aleancës dhe jam kanë 3 mandate në asamble komunale prej Aleancës, jam kanë shefe grupit parlamentar, besa dhe kryetare e Forumit Krus, edhe kryetare e grave në të gjitha partive politikës në asamble komunale. Si gratë përfaqësuese të komunës tonë, a keni mujt mi u ndihmu sa do pak me iniciativa dhe me rregullim të aspektit ligjor pak edhe komunitetit grave, edhe sa keni pas mundësi me bë në atë kohë për këtë zakonisht zoni i grave, që unë tregova që kom dhënë që dhe grupin e grave asamblisë në Suarik, ka qenë që në momentin e zgjedhjes së qeverisë komunale të ketë sa më tepër gra, që me qëllim ato të i realizojnë qëllimet e veta dhe të kujdesen sa më shumë edhe për të drejtat e grave në të ardhmen. Ja kemi arrit, nuk u ka qenë keq Suarika. Nuk ka qenë keq Suarika, ka pas gra dhe drejtoresha, ka dhe tash veç po shkon tu forcu çaja. Tu rrit edhe ajo po besoj që është. Atëherë ka qenë shumë e vështirë. Atëherë ka qenë shumë e vështirë. Apo mendoj që ka ndryshuar roli i gruas tash nëse e krahasoj me kohën kur po flet, apo është që aty diku? Jo, ka ndryshu për mirë. Për të mirë. Për të mirë. Për arsye se janë edhe në përfaqësim, edhe në vendimor, edhe për gjitha. Të gjitha aspektet. Ka ndryshu për mirë. Okej. Që unë jam edhe e kënaqur me gratë, tash sa puna bëhet për grave, besoj edhe kanë edhe iniciativat e tyre, mirë po shumë për mirë ka ndryshuar. Fillim ka qenë shumë vështirë. Mirë. Mu më kanë përcjell sfidat vazhdimisht. Mirë. Pak po diskutojmë pak edhe te pjesa e avokaturës, pak edhe kalimit në profesion. Që është më bo avokate, cilat procedura do të më ndjek për ata që nuk e din përpos kualifikimit universitar? Fakultetin juridik është obligative. Një vit do të me pas një përvojë punë në gjykatë, në prokurori ose të një avokat, ndërkaq 2 vjet në institucione tjera administrative. Është provimi jurisprudencës, janë dikun afër 12 provime që duhet më dhanë. Në ato 12 provime përfshihet gati komplet literatura e krejt fakultetit qysh prej vitit parë. Gjitha lamit, kështu që është një provim shumë i vështirë. Bajak i voluminoz. Bajak i voluminoz. Mirë po, për fat mirë, unë kom 2 vjet përvoj punë, kom bën pylltari, e kom paraqitë dhe kom hecë përpara, e kom kry. E qartë. Te pjesa e kohës, kur veç keni dalë si avokate, të pas parasysh që keni qenë ndër të parat në komunën tonë, a ka pas sfida që anorit një avokate grua, apo ka pas paragjykime, apo cilat kanë qenë disa vështirësitë e para që i ke hasti, ose ki veç ke fillu me ushtru profesionin? Meritan, unë nuk kom hasë shumë vështirësi, për arsye se edhe kur kom përfaqësu ekonominë e pyjev, agjencionin pyjor, Kosovës gati me një farforme kom rujt njëjtin rol, vetëm tash që kam karakterin mbrojtës, atëherë akuzus, ma shumë kemi akuzu njerëz që kanë bo dam. E tash i mbroj, dhe me thonë, po, për mu nuk ka qenë ai sfide madhe si avokate me punu, se e kom fitu këtë përvoj qysh për momentit kur kom fillu në punë, dikun i ka ra 14 vjetë. Që kom punu në për institucionet, që kom përfaqësu ekonominë e pyjev, agjencionin pyjor Kosovës, me një farforme e ke ndru rolin e punës. E kom ndru rolin e punës. Okej. Pak me diskutu edhe pjesën e natyrës punës, cila është natyra punës që e ban një përditshmëri tonë, cilat janë rastet pak ma shpeshta që i ki, ose cila është një ditë e punës e zakonshme në zyrën e një avokate? Unë asnjëherë mas orës 8 nuk dalë në punë. Dalë në punë në ora 8, i kam orarin e seancave, edhe palë të ndryshme të cilat kanë bërë termine, jam marrë dokumentacionin, e shtjelloja dokumentacion shumë mirë, shumë me profesionalizëm, nuk e marrë çfarë do lande. E marrë një landë që unë e krijoj bazën. Kështu që është një ditë shumë voluminoze, është shumë me ngarkesa, profesioni avokatit nuk është një privilegj, po është edhe përgjegjësi. Dhe kemi mjaft shumë punë, unë nuk e baj dallimin penale, civile, administrative, mirë po ma shumë kam dëshirë me marrë lanë civile. Arsye? Për arsye se janë ma luftarake dhe janë pak ma voluminoze. Ma voluminoze. Te pjesa e mbrojtjes, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, te kjo pjesë a ma shumë ka rëndësi mënyra e mbrojtjes gojarisht në seancë, apo përpilimi i shkresave profesionale e cila i dorëzohet në gjykat? Cila rol ma shumë tek palat cilën ti e përfaqëson? Ma shumë lunë rol në seanca përfaqësimi, për arsye se na kemi të drejta bëjmë padin,
ta rregullojmë sipas provave materiale që i kemi, mirë po në seancë pala tjetër ka mundësi që mi marrë dhe aj provat e tjera që nuk ti ka tregu pala jote, kështu që nëse e njeh ligjin mirë edhe din mi u kyç, atëherë më shumë rëndësi ka në seancë, gjendshmëria në seancë, Komunikimi direkt e ki fjalën. profesionalizmi në seancë. E Se qartë. pa ditë mundesh me rregullu, me precizu. Po. Do më thonë çdo moment mundesh me shiku mirë, po kur të ballafaqohesh me palën Ndron situata, po thua. situata krejt. Okej. Po. Mirë. Tu e pas parasysh kohën në të cilën po jetojmë, edhe të pjesa e teknologjisë për ditë po lajmërohen raste të shumta të ndryshme të bullizimit edhe të ngacmimeve të ndryshme në internet. A ke pas ndonjë rast tillë që e ke mbrojt? E para dhe e dyta, a është legjislacioni në fuqi i përshtatshëm për të ngacmuarit të ndryshëm që hasin domethënë vështirësi gjatë kryerjes punëve të ndryshme në internet? Kemi rastet edhe të ngacmimit, rastet më shumë janë të dhunës të familje, ndarjes bashkësisë martësore, alimentacionit, çështjet pronësore janë mirë, por nuk janë çështje të ndihshme që janë këto çështje tjera, për arsye se ki të bëjsh me familjen. Qartë. Sidomos kur kemi me fëmijët e vegjël, që duhet i besohen prindit, njëri prej prindërve, gjithmonë njëri prind është i pakënaqur, edhe janë të natyrës shumë trona. Na e kryjm Edhe në aspektin emocional edhe na e kryjm punën, e fitojmë lëndën, mirë po gjithë e kemi edhe një ndjenjë jo të mirë për arsye se njëri prind ka mundoj dëmtu. Edhe për fat keq, që unë muj me përdor edhe këtë emision, që të na institucionet nuk janë të ju ofru përkraje sa duhet nënave të cilat i marrin fëmijë në besim. Kam raste që i fiton nana fëmijët, po mas 2-3 jave, një muaj vjen avokati thotë do na me ndrru, t'ja dorëzojmë fëmijët prindit, s'kam shtetje familjare, nuk kam ku mi kqyr Te fëmijët. kjo pjesë që është jashtëzakonisht e ndihshme, Shumë edhe te është e shoqëria jonë, a mirën përpos aspektit ekonomik edhe aspektet tjera, apo cilat janë kriteret me Ma cilat shumë. duhet me vendosë një rast i tillë, për shembull fëmia ku na i takon? Ma shumë merret për bazë aspekti emocional i fëmijës. Emocional. I I fëmijës. fëmijës. Ma shumë merret aspekti emocional i fëmijës, mirë po zakonisht fëmijët me aspektet emocionale janë të nënat. Mirë po ka raste që nuk po mujnë për shkak të aspektit financiar, nuk po mujnë Me përballu ose me përballu situatave të tilla. E qartë. Po kthejnë edhe njëherë te pjesa e ngacmimeve ose bullizimeve në internet, se është diçka shumë aktuale dhe që po kemi realizuar plot fushata sensibilizimi, po konsultime edhe me plot kolegë dhe kolege tua, na kanë shprehur qetësimin që edhe aspekti legjislativ nuk është shumë mirë rregullum. Ka plot mangësi të tilla në ligj që nuk po mujnë fort personat cilët i zonë flagrant që mi denu, domethënë po do të më marrë për bazë ndonjë ligj mostër. A keni vërejt ndonjëherë ndaj mangësi në këtë aspekt të ligji apo Jo, nuk ka mangësi në ligj. te pjesa e Jo, dënimeve? vetëm a implementon gjyqtari tash i merr parasysh se zakonisht po thonë këta e dënoj ma shumë, këta e dënoj ma pak, a faktikisht është udhëzimi për unifikimin e dënimeve. Mirë po edhe ligji është shumë mirë rregullon çështjen e ngacmimeve. Edhe në internet. Po, është ligji, po për gjitha ngacmimet. Është ligji që i rregullon këto, mirë po gjyqtari se ndërpreva e merr parasysh rrethonat lehtësuese, rrethonat rënduese, a ka ndodhur momentit, a ka ndodhur qëllimshme, a ka ndodhur me dashje, të gjitha janë përfshime në kodin e procedurës penale, në kodin penal. Unë nuk kom has ndaj vështirësi që nuk mujna me shku atë tim me marrë dënimin e merituar personi i cili ka bën ngacmimet, shantazhin, ose çfarë do veprimi që ka ndërmarrë kundërligjshëm. Është e vërtet këtu te na nuk deklarojnë se nuk po marrin dënimet e merituara. Asnjëherë, pala tjetër, kur të ndodh nuk e ka parasysh se nuk ki të drejtë ti mi a marrë telefonin dhe me shku me deklaru një shantazh, se s'ki të drejtë. E kështu që një ngacmim ose diçka. Janë mënyrat për ata dhe tani mendojnë se valla ligji s'po zbatohet, jo ligji zbatohet, po varet qysh i referohesh ligjit. Mirë. Të pas parasysh që ke pas natyra të ndryshme dhe lëndë të ndryshme që i ke trajtu, a ke pas ndaj palë me cilën i ndihesh krenar dhe ndaj rast cilin e ke zgjidh,
edhe kam të mbamendje si sukses në aspektin profesional? Është interesant, nuk është për mu livdu, po gati shumicën e rasteve unë i marrë që muj me pas sukses. Okej. Shumicën e rasteve se e shiqoj padin, e shiqoj provat, a kam baza, nuk kam bazë, edhe suksesi nuk mungon. Besoj që nuk mungon suksesi. Bile nuk di që ka ardhur dikush edhe më ka thonë, ma ke humbë. Nuk e pas sukses me një. Nëse e shoh gjatë procedurës që nuk kam e pas sukses, kam e thirr palën me ul, nuk mi ki tregu çeto informata mi ki tregu, me çeto informata ky ka me na mujt, ose me çeto kena me mujt, kështu që me kohë unë e studioj landën mirë. E studioj jashtëzakonisht mirë. Për e sheh domon cilat mund me qenë rezultatet. Se jam femën, edhe për që jam femën kam qef me dalë e suksesshme. Ma shumë është me rëndësi për mu, qëllimi me arrit që me thonë që avokatja ishte suksesshme në kryerjen e punës vet, se avokatja veç ma mor landën edhe nuk kryti kur gjanë. Nuk e kryti me sukses. Po. E tregove edhe për vojën jashtëzakonshme që e ke pasë edhe me në për institucionet ndryshme tash edhe të avokate, a ki mendu ndonjëherë me u kyç në sektorin publik si prokurore ose gjykatëse, të e marrë për bazë që një karrierë të jashtëzakonshme e ki edhe në këtë drejtim, apo ki mendu me qëndru stoik në pjesën e avokaturës? Unë vetëm avokate. Nuk mendoj as gjyqtare, as prokuror, fillim para se me dalë. Avokate jam kanë në dilema. Mirë po, unë jam kanë inkuadruar në parti politike. E qartë. Edhe integriteti gjyqtarit nuk lejon nëse je kanë me një parti politike. Kështu që nuk lejon që ti të jesh gjyqtare ose prokurore. Edhe unë jam kyç në avokati dhe tash me shumë qef e baj këtë punë dhe me shumë profesionalizëm. Edhe asnjëherë nuk mendoj që mu kthy në gjyqësi ose në prokurori me konkuru, me kush që do ta vazhdoj këtë profesion. Bile edhe djalin e kam jurist, edhe vazhdimisht e këshilloj që të vazhdon me provim të jurisprudencës, se është një provim që i nalë studentat e fakultetit juridik, që dhaj ta barti përvojën time të aj, që të vazhdojmë me këtë profesion. Okej. Masi e përmende integritetin, sa është i rëndësishëm integriteti të profesionit cilin e ushtron? Po na e kemi kodin e etikës. Na jemi të obliguar me punu në bazë të kodit etikës, të kemi integritet lartë, për arsye se edhe na kemi institucionin që e përcjell dhe vëzhgon punën tonë. Pa marrë parasysh që ne jemi avokat, po edhe na kemi kod të etikës që duhet me dhonë para se me dalë avokat, duhet me dhonë një betim. Para se me dalë avokat, që do ta krysh detyrën tonë me nder dhe me integritet lartë. Qartë. Ndonjë rast me cilin mburrësh para kolegëve tu, do shta më ne shkoqit ndonjë rast që u konë pak ma interesant, ka më ne natyrë pak ma ndryshme se rastet e zakonshme, a kishe pas mundësi më ne i tregu pak, ose ne i londë, ose ne i diçka, pa hynë detale, po dhije diçka që mburrësh, që e ki kry me një sukses të jashtëzakonshëm. Neve si avokat nuk na lejohet me hi kështu në land me detaju, se palët kanë qef secili me pas sekretin e integritetin qartë. Edhe po mendoj që edhe si ta përmeni si rast, po mendoj që ka me ditë për kanë e kemi falën, edhe kështu që seriozisht tregova dhe ma hera si në përgjithësi po flas, kam rastet familjes, dhunës familje, kam rastet pronësore, për ma të ndryshme. As ti vetë nuk ta merr menja çfarë konteste kemi. Mirë po, mirë, unë nuk kam naj që kom ngecë me një, kështu që përgjithësi gati i kam pozitive. Pozitive. Cili do të ishte një sugjerim që do të jepje një vajzë të re sot, dhe cila ka dëshirë të jetë një juriste e suksesme ose një avokate e suksesme, cilat do të thojë rrugën të cilën do ta ndjek ajo për me ardhur një ditë të jetë një profesioniste tamam kësaj fushës? Drejt po t'rregoj, unë edhe vajzën e kam juriste me profesion. Edhe 2 vajza dhe 3 vajza, sikurse ju tham edhe krejt vajzave tjera, fakulteti juridik është një prej fakultetet që mas shumti ja vlen me studiu, për arsye është sfidë, edhe po asnjëherë mos munal. Se nëse nuk mundesh me bë juriste, gjyqtare, prokuror, avokate, juristi vazhdimisht edhe një familje sot ka nevojë për një jurist. Kështu që ndoshta fillimisht ju duket që s'do të ketë punë, s'do të më inkuadru, s'do të më arrit qëllimin, po të gjitha këto te i kalon. E aq më mirë kur ta ne jemi në shtetin, në Republikën e Kosovës. Na kemi mësu, kemi punu, kemi pas qëllim,
për me arrit, ku duhet edhe kur e kemi pa që vazhdimisht i kemi sërb për rreth dhe nuk kena me pas mundësi gati me artë implementimi i projektit tonë dhe i profesionalizmit tonë. E tash i kanë gjitha rrugët qelë. Mundësit shumë atë I moja. kanë shumë mundësit më të mëdha, e shohin vetin me njëherë në punë, materializohet profesionalizmi tyne. Kështu që unë vetëm ju baj thirrje, mos nalen, në të vazhdojnë, pavarësisht sfidave çfarë ju paraqiten me ardhjet e qëllimit tyre, me përfundu fakultetin. E qartë. Edhe për fund, nëse do të ktheheshe si 15 vjeçare, ato ndryshoje diçka në aspektin profesional, apo do të vazhdoje me këtë rrugtim të e ditë edhe vështërsitë edhe atona për cilën ke kalu? Asnjëherë nuk kisha kthy. Kish mujt me ndodhë që edhe ma shumë kisha punuar për me arrit këtu ku jam sot, se me shumë muni kom arrit, po shumë jam e kënaqur edhe për ato që kom kalu deri këtu. Për arsye se më kanë bë ma të fortë. Edhe më kanë bë që unë vazhdimisht me insistu në qëllimet e mia, në qëndrimet e mia, se ja arriti. Edhe ashtu që ja kom arrit, po shpresoj se krejt që mundohen, që e kanë me vullnet, që e kanë me dëshirë, që kanë qëllim me arrit, kanë me arrit. E qartë. Faleminderit shumë, avokate, për një rrëfim edhe për një bashkëbisedim të jashtëzakonshëm. Për fund, nëse ki diçka me shtu? Unë nuk kam çka me shtu, jam e hapur edhe nëse ka dikush që prej këtij emisionit dëshiron të vjen, të merr këshilla, të bashkëpunoj, i ofroj ndihmë, unë e kam me qenë gjithmonë e gatshme. Faleminderit shumë. Për gjithë ju që na ndoqët, ky ishte epizodi i 4 me një musafire e cila kishte një rrugtim të jashtëzakonshëm me avokatën e cila tregoi se cilat kanë qenë disa nga sfidat kryesore nëpër të cilat ka kaluar. Takohemi në emisionin e radhës. Gjithë të mira.